Ish kryeministri grek Aleksis Tsipras njoftoi të hënën ndërheqjen si deputet i parlamentit, duke nxitur spekulimet se ai mund të jetë duke u përgatitur të nisë një lëvizje të re politike. Në një deklaratë pasi i paraqiti ndërheqjen kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve përpara sesionit të ri parlamentar, Tsipras tha se vendimi i tij u udhëhoq nga ndërgjegja pas 16 vitesh në parlament, duke përfshirë periudhat si kryetari i Syrizas, kryetari i opozitës dhe kryeministër. Nuk ishte asnjë vendim i lehtë dhe as i pamenduar. Unë jap ndërheqjen sepse nuk mundem dhe nuk dua ta mbaj postën e deputetit me të gjitha privilegjet e tij, kur ndjej se pjesëmarrja ime veçanërisht në pozicionin e veçantë të ish kryeministrit nuk jep asnjë kontribut thelbësor tek ata që më besuan. Ai kritikoi parlamentin aktual për paaftësinë për të kryer rolin e tij kushtetues. Nuk mundem dhe nuk dua të marr pjesë zyrtarisht në një parlament që i dobësuar demokratikisht kryesisht për shkak të përgjegjësisë së shumicës, nuk arrin të përmbush rolin që kërkon kushtetuta dhe qytetarët. Tsipras theksoi se ndërheqja e tij nga parlamenti nuk do të thoshte një tërheqje nga politika, duke u shprehur se po heq dorë nga rehatia e karrigeve parlamentare, por tu rikthyer tek angazhimi shoqëror. Duke ju drejtuar ish kolegëve të tij të Syrizas, Tsipras tha: Nuk do të jemi kundërshtar dhe ndoshta së shpejti do të lutojmë përsëri së bashku drejt deteve më të bukura. Aleksis Tsipras, i cili udhëhoqi Partinë e Krahut të Majt Syriza, shërbeu si kryeministër nga viti 2015 deri në vitin 2019. Ai drejtoi Greqinë në kulmin e krizës së saj financiare. Mandati i tij përfundoi kur Syriza humbi pushtetin përballë demokracisë së re, e cila aktualisht qeveris në shtetin Helan.